Të dashur të rinj, ju lum për këtë aktivitet, vazhdoni fushatën, vazhdoni fort, vazhdoni me ritëm, vazhdoni me freski, vazhdoni me rini, vazhdoni me mendim. Ju falenderoj njerë dhe për atë kontributin që dhatë në mitingun vërtet madhështor që ne zhvilluam në Vlorë kur erdhi doktor Berisha, dhe e dyta dhe më kryesorja për punën dhe kontributin që ju po jepni për Partinë Demokratike, për Njëshin, për koalicionin PDHM dhe veçanërisht për shokun tuaj, vllajin tuaj, mikun tuaj. Marja të jetë një nga kandidatët të jetë fitus dhe do jetë fitus. Ne jemi forca lëvizje e sarme, zëri ndryshimit dhe shpresa e çdo shoqërie. Vazhdojmë rrugën tonë me pasion, me ide të reja dhe besim në vetvete. Vendi ka nevojë për energji dhe kreativitetin tonë. Ne jemi rinia madhështore dhe supernjëshat. Është emocion i madh të jem me ju sot. Unë vetëm nuk e bëj dot, por së bashku mundemi dhe ta bëjmë dorën blu. Të rinj ka energji, ide dhe guxim për të sjellë ndryshimin. Le ta bëjmë këtë përgatitim së bashku. Ju falenderit. Kjo fushat ka fiturin tuaj. Sot më shumë se kur, ndihem krenare që kemi këta fëmijë të mrekullueshëm. Unë jam në 3 fëmijëve dhe vajza ime e madhe ka moshën tuaj, me shumë prej jush është në kesh. Kështu që ju falenderoj që sot jeni krah Mario Runës, sepse nesër të gjithë ne kemi nevojë dhe mbështetje për njëri tjetrin. Ndihem e nderuar që një djalë si Mario me vlera të veçanta, një djalë me energji, një djalë që punon, që përpiqet, që vazhdon të jap kontribut ashtu si paradësit e tij në shtratin e Partisë Demokratike, sepse ka këtë gen, këtë origjinë, këtë bindje dhe vazhdon të shërbejë Partisë Demokratike. Jam krenare për Marion dhe për gjithë ju.